A e morët ju vesh? Pse u shkarkua komandanti i gardës? Pse e censuruat ju lajmin të vërtetën e shkarkimit të tij? Një socialist i thekuraj, por e shkarkoj për fajin e vetëm se doli lajmi i shtrimit ti urgjent në spital. Shtrimit e Edi Ramës urgjent në spital. Se sipas Edi Ramës, ky Onuzi do t'ja u qep të gojnë të gjithë personelit që e panë se në gjendje shkumonte, e panë dhe ky ishte fajtori. Dhe unë denoncoj heshtjen e medjave, sidomos me vetvrasjen që ndodhi fill mrapa të ushtarit të gardë.